Dhe ora në studion tonë shënon 9:35 minuta dhe tani është momenti të ndalemi dhe të reflektojmë me të ftuarin e fundit për sot. Do të flasim dhe do të ndalemi tek një histori që vjen nga zemra e një babai e që kthehet në frymëzim për shumë njerëz. Pas promovimit të librit Rrëfenjat e mia që preku dhe emocionoi publikun edhe mua gjithashtu, sot në studio kemi autorin Valmir Azirin, një emër që e njohim për kontributin e tij në art, por këtë herë ai na vjen si autor me një rrëfim për të birin e tij Ermalin. Një libër që na kujton se përmes fjalës dhe artit mund të shërohen edhe plagët më të thella. Është ky libri që kam unë në duar, tani është momenti që ta mirëpres në studio mikun tim të nderuar Valmir Azirin për ta përshëndetur dhe për të biseduar më gjatë. Mirë se na erdhe. Është shumë kënaqësi. Urdhëro vendi juaj është aty. Valmir, sot një vit kishim qenë bashkë këtu, a? Po. Për ekspozitën në Kumanov që kisha. Po, janë këto rrjetet sociale ndonjëherë që na rikujtojnë këto momente të rëndësishme. Po, na ndihmojnë në memorien, domethënë se njeriu duke i bërë do vite, duke i harruar do gjëra, mirë po fal këtyre aplikacioneve të ndryshme në telefon, ne i rikujtojnë pra të kaluarën tonë. Shumë e vërtet. Atëherë, unë shfrytëzoj rastin që edhe publikisht, edhe mediatikisht të uroj për këtë vepër shumë të rëndësishme, për këtë libër që vërtet na ka emocionuar të gjithëve atyre që ishim në promovimin e kësaj libre, Rrëfenjat e mia për birin tënd Ermalin, të cilin e kam shumë gjanë dhe e përshëndes publikisht Ermalin. Vërtet është një njeri me një zemër shumë të madhe, ashtu e ke përshkruar edhe në këtë libër ti. Unë kam pas mundësi që t'i lexoj shumicën e poezive, por që ndoshta në minutat në vazhdim do më japësh 1 minutë, 2 hapësirë që ta lexoj edhe një poezi. Po qëtër, pse jo. Por fillimisht dua të di se si ndihesh pas gjithë atyre emocioneve që i përjetuam bashkarisht në promovimin e librit Rrëfenjat e mia. Unë njërë do të falenderoj publikisht për prezentimin dinjitos dhe për moderimin dinjitos që i bëre librit ato ditë. Mendoj që bashkë me Adem Karagën dhe Amernis Nukshiqin ju i dhatë zë poezisë time të shkruar dhe emocione pra ashtu si që thash edhe atë natë. Njeriu për atë në fund të ditës edhe jeton. Për familjen e tij, për një grush shokësh të sinqert dhe për momentet cilet nuk i haron, si thuhet tek populli derisa të mbuloj dheu. Dhe ky libër vjen si një lloj refleksioni mbi ato ropatjet me Ermalin që kemi bë në për Europë dhe në për Turqi, nëse mund kështu të shprehem, duke tentuar që të gjejmë shërimin për të luftuar smundjen e cila më ka bën 22 vite që ka prek atë, dhe betejë të vazhdueshme njëra pas tjetrën. Të gjitha këto shkrime i kam shkruar në telefonin tim, në notesin tim, pra gjatë qëndrimeve në korridorit në spitaleve, gjatë netëve të pafund pra. Dhe në fund të ditës ndonjëherë edhe i postoja në rrjetet sociale. Edhe pse për hir të së vërtetës poezia ka qenë pasioni im i vjetër. Vërtet? Dhe Lulzim Aziri, njëri për recenzentëve të librit, të cilët shfrytëzoi rastin publikisht, t'i falenderoj. Më pa të thënë në vitin 93-94 të kumë të largët, duhet të fokusohesh më shumë në dizajnin grafik, shumë a tha, në një dozë ironie. Mirë po, kohë mbas kohe kam tentuar që të shkruaj, mirë po i pa guximshëm për t'i bërë publik shkrimet e mia. Ti është ajo që t'ka buruar nga shpirti gjithmonë. Po, dhe në fund kam kontaktuar profesorin e nderuar Bebi Bexhetin, dhe i kam dërguar shkrimet e mia dhe i kam thënë profesor, dua që të krijoj diçka që të ngel si një lloj trashëgimie për gjithë këtë kalvar mundimesh të Ermalit dhe a ja vlen që kjo të përmblidhet në një libër me poezi. Dhe profesor Bebi Bexheti më tha që jo vetëm që ja vlen, por është e paqetërsueshme që ta realizosh këtë. Dhe kështu që ai ishte shtytësi kryesor për të hecur përpara kjo si projekt, dhe pastaj në bisede sipër me shumë miq, shok, shkrimtar, poet, mora mbështetjen e duhun, edhe krijova guximin pra artistik, pasi që mbi gjithë artistët ne kemi problem me guximin, jo se
ne nuk i përjetojmë veprat të cilat i kryejmë, por ideja e paragjykimit është ajo që ndonjëherë artistët edhe më të mëdhenjt janë friguar nga ballafaqimi i veprave të tyre me syrin e publikut, pasi që është një vërtetë e madhe, se çdo herë arti është shumë subjektiv. Jo çdo kush arrin të perceptojë ndjenjat. Ndjenjat dhe çdo kush një lloj nuk e percepton. Dhe kjo është ai momentumi të cilën artistët frigohen, që të veprat e tyre ti lënë në mëshirën e gjykimit ose të paragjykimit të njerëzve të rëndomt. Andaj erdhi edhe deri te promovimi i librit në Universitetin e Tetovës, cilën falenderoj stafin e universitetit, pasi jam edhe vetë profesor i atij universiteti dhe Metin Izeti, profesor doktor Metin Izeti bëri recenzurën kryesore, kritikën kryesore të librit, profesor Bebi Bexheti dhe Lulzi Maziri si poet, të cilin është një ndër poetët më në nom që kemi si shqiptar që jetojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe për mua kjo ishte një privilegj i jashtëzakonshëm. Dhe besoj që ky libër të gjithë ata të cilët e kanë lexuar deri tani ju ka zgjuar një lloj emocioni në shpirtin e tyre dhe për mua kjo është ajo më sublimja. Pastaj mos të ngel anash edhe shkupjanët, edhe në Shkup e realizove promovimin. Po, ishte si një ide që dhe duhet të bëhet promovimi edhe në Shkup. Ideja është që të promovohet libri në 3 kryeqendrat shqiptare, Shkupi, Prishtina dhe Tirana. Dhe fillimisht e bëm edhe në Shkup, fal miqve, juve të cilët organizuat dhe realisht ishte organizimi juaj, unë vetëm mora pjesëmarrje aty si autor i librit. Ishte shumë kënaqësi. I nderuar, të rritësh një fëmijë që ka kaluar shumë operacione është një sfidë e madhe për një prind, padyshim. Po, më thuaj se çfarë ka mësuar nga kjo sfidë e madhe ty, Ermali? Kërkoj ndjesë dhe duhet të përshëndes shkrimtarën edhe profesoreshën e gjuhës shqipe, Punëtori Ziva, e cila ishte pjesë e promovimit të librit në Shkup dhe e cila më tha kështu: ne nënat më shumë përjetojmë, mirë po ju burrat më shumë ndjeni. Dhe mirë po nuk e tregoni pra. Dhe ajo çfarë më ka mësuar mua gjatë këtyre 2 dekadave me Ermalin është që Zoti ka rrugë të çuditshme të veprimit të tij. Dhe ndonjëherë Zoti shfaqet nëpërmjet shokëve, të cilët kanë qenë të panumërt në kujdesin ndaj nesh. Me lehtësirat të cilët të shfaqen. Dhe një farë ne kemi qenë të bekuar në këtë proces, pasi që kemi qenë të rrethuar nga shokë, miq, të cilët ne kanë bërë shumë të lehtë këtë trajtim. Procesi rënd për çdo familje që ballafaqohet me këto sprova, pasi siç është ajo fjalë e urtë popullore, një i smuar në shtëpi, gjithë shtëpia është e smur, realisht, pasi që ti më çdo gjë bën me një lloj rezerve. Pra edhe kënaqësia më e thjeshtë është me rezerve, edhe një humor, edhe diçka. Mirë po, Ermali për hir të së vërtetës është një çun goxha trim, i guximshëm dhe ka arrit ta pranojë këtë sfidë, këtë sprovë si pjesë e jetës dhe në bashkëbisedime sipër që kemi biseduar çdo herë, kemi arritur që të arrim në dakordim që kjo punë duhet shtyhet. Dhe do e shtyjmë si burrat dhe jo duke vajtuar, dhe kështu që edhe në operacionet më të rënda shpesh Beharja na qorton mua me Ermalin, thotë ju nuk keni kufi me humorin tuaj. Dhe në momentet më të errta me Ermalin neve dim që këtë ta kthejmë në humor. Dhe kështu që e shtyjmë ditën edhe presim edhe netët e gjata presim për ditë më të mira. Po më thuaj se si e ka mirëprit Ermali gjithë këtë dashuri që ja ke falë, edhe nëpërmjet librit, përveç që 24/7 ja falni? Unë mendoj që Ermali ka qenë pjesë e këtyre tregimeve, në mënyrë aktive ka marrë pjesë. Edhe për mua, por edhe për Ermalin ka qenë një lloj
duke isha thonë, gogja emocionale kjo punë, pasi që realisht i kemi ripërjetu edhe një herë ato. Mirë po, si që thash, Ermali është një gjallë trim, i cili ka lexuar poezit dhe i ka pëlqy, që është më rëndësi. Dhe besoj që, thash, kjo do jetë një lloj trashëgimie. Mu çfarë më bën të ndjehem mirë? Beso, ai marr me 10 mesazhe, mos të them me 100 mesazhe, nga njerëz të cilët janë të sprovuar. Dhe të cilët më thuan se vazhdo të shkruash, se neve gjithë e gjejmë veten të ndonjë prej vargjeve të tua të cilët ti shkruan, qoftë në kontekst prindor, qoftë në kontekst të atyre të cilët janë prek me smundje. Pra është një mbështetje cilën unë nuk e kam prit, mirë po ja që vinë në forma të ndryshme, dhe ajo më jep edhe një shtytje plus për të shkruar, për të vazhduar të shkruaj. Më duket se nuk do ndalesh, me kaq. Tash nuk di, a do përfundoj me një libër tjetër, por besoj që do shkruaj ende shkaravina në lidhje me jo për rastin konkret, pra, por në përgjithësi për ndjenjat që mund t'i shpalosësh edhe publikisht, padyshim. Më thuaj që si e konsideron këtë histori të këtij librit? E konsideron si të dhimbshme apo të lehtë kur e ke shkruar? Se ndonjëherë njeriu edhe shfryhet kur e ndan me të tjerat. Ndonjëherë më jep të idenë se po protestoj kur shkruja, ndaj fatit, ndaj asaj për cilën çuni im duhet të përjetojë. Mirë po në fund të ditës është shumë njerëzore që njeriu edhe të protestoj në momente të caktuara, edhe të shpreh një lloj zhgënjimi. Mirë po në të gjitha poezitë e mia, mbi të gjitha unë flas për raportin shpirtënor të cilën ne krijojmë me njëri tjetrin, dhe besoj që edhe në poezitë të cilët janë brenda kapitullit për Ermalin, flasin më shumë në raportet bab dhe bir. Dhe është e çuditshme se si krijohen raporte të cilët ndonjëherë edhe në fund të ditës ne i marrim të mirëqenia, por realitet janë shumë të shenjta. Definitivisht. E shohim edhe një kopertinë të jashtëzakonshme, si një kopertinë artisti më. Po si dizajner që jam. Ka qenë e vështirë që t'ja dalësh dhe të vendosësh për kopertinën që tani më vetë se e ketë vendosur këtu në libër? Këtu do bëjmë një zbulim. Kopertina është krijuar nga ish studentja ime, Rina Adili, dhe aty është e shkruar pra këtu. Dhe është ilustrimi i saj, edhe e cila ajo ka brenda librit edhe disa ilustrime tjera. Dhe për mua ka qenë goxha, do kisha thënë, e mirë se ardhur, që Rina pranoi të jetë pjesë e këtij projekti, dhe pasi i gjithë libri është i përmbushur me ilustrime. Dhe shumë emocionuese. Po, dhe kam dashur që i gjithë libri nga si thunë ato, nga A deri në Zh, të ketë të njëjtin narrativ, pra të përshkruajë në një forme në kontekst figurativ edhe poezitë të cilët janë brenda, dhe fal bashkëpunimit me Rina Adilin, e cila është një dizajnere e re, mirë po me plot kreativitet, dhe para saj është një ardhmëri besoj shumë e suksesshme. Dhe vetë normal unë si profesori dizajnit grafik, në mentorimin tim, pasi që Rina shpesh i ke vënë notën në fund, shprehte dyshime se a do mund të arrijmë të bëjmë diçka. Mirë po është pëlqy nga ata të cilët gjykojnë artin, dhe është një produkt që besoj që përmbush optimalen për të quajtur një libër i mirë në kontekst të grafikës, se për kritikën, për poezit, u lë kritikëve të artit. Po, duhet ta marrin në duar dhe vërtet të vërtetohen që vërtet ja ka vletur për të lexuar një libër të tillë, duke nisur nga dizajni dhe shikimi i parë që mund ta shohim nga kopertina, edhe me të gjitha poezitë emocionuese që ka në brendësi. Ashtu siç e thash në fillim, unë të premtova që dua ta lexoj një poezi
që është e para në këtë libër dhe që më ka emocionuar, ta them publikisht, jashtëzakonisht shumë atë natë në promovimin kur e recitoi edhe i madhi Adem Karaga. Është poezia Fale babën. Ashtu është, po. Nuk e di unë si doja dalë për ta recituar këtë, por dua që këto copza dhe kjo histori e brisht dhe shumë emocionuesi këtu, që pak të reflektoj edhe deri tek shikuesit tanë. Nuk kam dyshim në apsitë tua recituese, kështu që lirisht pa problem. Faleminderit. Fale babën. Të preva baba, një gisht dore. Ti vendosa do copa hekuri në trup. Do plaka metali në kokë. Syrin baba, ta bëra cop më cop disa herë. Sa copza hekuri ti kam bjell në nofulla. Pa buk të kam lën baba, me muaj. Ani nana jote, gjdo plak që ta hapja unë, ajo e pastronte me lotin e saj. E plagët e tua, krejt me lule paraj se i mbulonte. Kur të pres, baba, ti pse busqesh? A e din, sa her të kam premtuar se vetëm edhe kësaj here, e pas kësaj, më nuk do ta pres mishin, as ti thej kockat. Trupin më nuk do ta mundoj, syrin bojqel do ta lë rahat, do të dergjemi fladit të Bosforit, do shijojmë baklavat e Taksimit, e rrugëve të Tetovës do ecësh, pa e mbështetur në krahun tim. Shumë emocionuese. Nuk e di sa ja dola. Jo, unë mendoj u përhumba. O, faleminderit shumë. U përhumba gjatë recitimit. Mendoj që kjo poezi në një farë forme rekapitulon pra gjithë atë kalvar mundimesh të Ermalit dhe një farë forme në kontekst si një storje përshkruan pra që nga fillimi historinë e tij 22 vjeçare të shumë operacioneve, të shumë amputimeve, shumë problemeve që kemi arritur falë Zotit të zgjedhim, por që kanë lënë pasoja reale në jetën e tij. Dhe kjo është pra jeta. Çfarë të shtyu, Valmir, cili ishte momenti kyç që tha, po, patjetër unë duhet ti publikoj edhe me gjithë ndjekësit meqt këto poezi? Po si që thash më herët, pra, ishte një momentum... Ka pas në një moment të caktuar tëndin emocional, përveç që të kam përkrahur ata miq që përmende që duhet ti promovosh? Po, une, tash kjo është pak edhe jo qesharake, por është një momentum kur shpesh diskutim me vajzën time Erën, e cila është në studime për psikologjinë klinike, dhe shpesh kështu me qeshur e i thëmë pacientët e parë do na kesh mu dhe momin tënd. Dhe kur bisedoj me të, poezit, sa herë që i shkruaj kritike të pare kam atë. Edhe në bashkëbisedim me sipër, ajo tha, bab, mendoj që ka ardhur koha që duhet të fokusohesh të provosh këto të shohin dritë këto poezi. E kish në kontekstin asaj që do prekish zemrat e cilve janë të spërvuar në të njëjtën formë ose në formën e përafërt. Dhe pastaj ndodhi edhe debati ose konsultat me profesorët e nderuar, dhe në fund të ditës pra ka gati një vit që po punojmë në disa fusha për të arritur deri te ky libër i cili titullohet Rrëfenjat e mia. Pse Rrëfenjat e mia vendose këtë titull? Po realisht rrëfenja janë. Jo, realisht janë rrëfenja. Realisht janë rrëfenja, edhe nuk kam dashur që të shpiki ndonjë titull. Edhe i takon realisht një libri me poezi, rrëfenja. Janë rrëfenjat më të thella shpirtërore, është një zhveshje totale emocionale pra para letrës së bardhë, nëse mund kështu të them. Dhe mes pikturave, mes grafikës, mes posterëve të ndryshme, mes ilustrimeve të ndryshme, pra mora guximin që edhe fjalët t'i hudhin letër dhe të shohim se çfarë rrugtimi do ketë ky libër. Thuaj se si është gjendja e Ermalit sot dhe çfarë të gëzon më shumë tek ai? Tek ai gjendja e Ermalit vazhdon të ketë sfide ende, të cilat po i trajtojmë ashtu si paraqiten. Sipas mjekëve, besojmë që tash që ka arrit moshën madhore dhe
konteksti i rritjes, domethënë, dhe aspektit biologjik më do përfundoj, në atë aspekt dhe do ndalen edhe simptomat, por edhe problemet shëndetësore, shpresoj. Urojmë. Dhe për fund, nëpërmjet ekranit, cila ishte fjalia që doja dedikoje Ermalit? Meqense është hera e parë që flasim publikisht për të, Jo, unë më ka rastisur të lexoj një storje të shkurt, por shumë domethënëse, kur një fëmijë me kalin e tij, duke ecur në mal, i zenata. Dhe fëmiu për një moment stepet. Dhe kafshë e pyet, pse u stepet, thot, pse nuk po lëviz? Thot, nuk e shoh rrugën. Dhe i thot, e shef, thot, hapin e parë. Thot, po, thot, bëje hapin e parë. Pas e thot, të dytin, të tretin, të katërin. Dhe kështu që në këtë filozofi, në këtë kontekst, me këtë mentalitet jemi qasë edhe problemeve, dhe Ermali e ka pranu këtë si një lloj metodologjie funksionimit, dhe kështu po i shtim pra ditët, hap pas hapi, të shohim që do na sjellë jeta. Një mesazh për Ermalin? Po, domethënë, ky është mesazhi që e kam dërguar Ermalit, po. Kështu direkt te kamera. Cila kamerë që nuk e? Te kjo, te ajo, po. Te ajo atje, Ermal, keep going. Oh, sa e mirë. Kjo është. Me këtë, ne do doja që ta përmbyllim këtë bisedë kaq inspiruese, mbi gjitha përveç informuese, dhe që treguam tek publiku që ky libër vetë se u promovuan në Shkup dhe Tetov, urojmë që të na vish edhe me libra të tjerë, sepse na befasova, ta them publikisht. Shpresoj, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Besoj që nga java e ardhshme do shpërndahet edhe në për libraritë e qytetit. Po, harrova që të pyes. Po, dhe besoj që ato të cilët do kenë dëshirën që të lexojnë, do drejtohen nëpër libraritë e qytetit që të marrin. Të paktën të marrin disa emocione që i ke fal nga shpirti në këtë libër. Besoj që brenda javës do i dorëzoj disa kopje në bibliotekën e qytetit të Tetovës dhe në shitoret e librave gjithandej në Republikën e Maqedonisë. Shumë suksese dhe faleminderit. Faleminderit edhe një herë.